Kam bërë një herë dua për babin në xhami dhe mbas 1-2 muajsh e pash babin thot sikur ka vdekur, qa do të thot? Ta shikosh dikë në ëndër, me një gjendje nuk do të thot se domosdoshmërisht do të ndodh ajo që. Kuptohet për një hadithit profetit a.s. se ëndrat janë 3 llojesh. Ëndra që burojnë nga vetja e njeriut, ëndra që janë frikësim për shejtanit dhe ëndra që janë për gëzim për Allahut lartësuar. Nëse dikush shikon diçka që e urren, mos ja tregoj atë njeriu, të çohet dhe të falet. Ndërsa në një hadith tjetër, që transmetohet tek Sahihu i Buharit dhe Muslimit, ëndrat e mira janë për gëzim për Allahut lartësuar. Dhe mund t'ja tregosh kujt të duash. Ndërsa ëndrat e këqija janë prej shejtanit, kërkon mbrojtjen e Allahut lartësuar prej saj dhe prej shejtanit. Bëj sikur bështyen pra 3 herë dhe mos ja trego atë asnjëriu. Me lejen e Zotit të gjithësisë nuk ka për dëmtuar. Kështu pra kuptohet për një hadith tjetër të profetit a.s. Ndërsa ti vazhdo falu, lutu për babain tënd, që Allahu i lartësuar ta fal, ta mëshiroj, t'i jap mirësi në dynja edhe në ahiret.